Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzieles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Maska me sodë buke që zhduk rrudhat për një ditë, kjo recetë do ju lër pa fjalë. Produktet kozmetike që ne blejmë çdo ditë për pastrimin e fytyrës sigurisht që janë efektive, por në planin afatgjatë, megjithatë duke qenë se ato kanë kimikate rrezikojnë edhe të shkatërrojnë lëkurën tonë. Përdorni përbërësit e natyrshëm duke shmangur probleme të tilla si puçra fytyre, por edhe duke ruajtur dermatitin të shkaktuar nga produkte toksike. Një shembull i thjeshtë dhe lehtësisht i riprodhueshëm është pikërisht kombinimi i sodës së bukës dhe njëkohësisht i kokosit, produkte të cilat kanë veti shumë të dobishme. Për lëkurën dhe flokët tanë, ju duhet vetëm përzierja e 2 lugë bikarbonat me 2 lugë vaj kokosi për të përfituar një masë homogjene të cilën më pas duhet ta shpëlani atë mirë dhe ta aplikoni në lëkurën tuaj. Sipas ekspertëve, juve do t'ju duhet vetëm kjo përzierje dhe pas pak minutash ta shpëlani atë me ujë të ftohtë pa nevojën për të përdorur sapun. Përsëriteni këtë maskë të paktën 3 herë në javë dhe do të jeni në gjendje të hidratoni lëkurën tuaj, fytyrën, duke hequr çdo papastërti dhe papërsosmëri. Sipas ekspertëve, çdo ditë njerëzit në të gjithë botën po kërkojnë mënyrat më efektive të mundshme për ta mbajtur lëkurën e tyre të re dhe njëkohësisht të bukur. Kjo ndoshta është edhe arsyeja pse në treg ka pafund produkte kozmetike për mirëmbajtjen e lëkurës, por pavarësisht që këto produkte mund të kushtojnë shumë, njerëzit në vende të ndryshme nëpër botë kanë rutina dhe tradita të ndryshme në lidhje me shëndetin dhe bukurinë. Prandaj ekzistojnë edhe shumë lloje të maskave natyrale, të cilat mund ta ndihmojnë lëkurën tuaj për të patur një lëkurë perfekte. Maska me limon kundër rrudhave. Për këtë maskë juve do t'ju duhet një limon, 2 deri në 3 lugë gjelle mjaltë dhe pambuk. Si ta përgatisni apo ta përdorni këtë maskë? Shtrydheni limonin, lëngun më pas përzijeni së bashku me mjaltin. Në qoftë se keni lëkurë të ndjeshme, preferohet që të shtoni edhe pak ujë tek lëngu i limonit. Vendoseni këtë përzierje në pambuk dhe në fytyrë. Lëreni të qëndrojë derisa të thahet dhe më pas pastrojeni fytyrën tuaj me ujë. Aplikojeni këtë maskë një herë në javë dhe rezultatet që do të keni janë më pak rrudha dhe një lëkurë e butë dhe e shëndetshme fal vitaminës E dhe C. Lëkurë elastike dhe njëkohësisht rinore, fal flavonoideve të cilat gjenden pikërisht në agrume. Maska natyrale me karrotë dhe me mjalt. Juve do t'ju duhet një karrotë, 2 lugë gjelle mjalt. Si ta përgatisni dhe ta përdorni ju këtë maskë? Lajni dhe prejni karrotën, më pas vendoseni karrotën në blender. Kur të jetë gati, shtojeni edhe mjaltin dhe më pas përzjeni mirë. Vendoseni këtë maskë në fytyrë, lëreni të qëndrojë për plot 20 minuta dhe më pas pastroni fytyrën tuaj me ujë. Këtë trajtim aplikojeni të paktën 2 herë në javë. Rezultate që ju do të shihni. Do të keni lëkurë më të shëndetshme fal sasisë së lartë të antioksidantëve dhe do të keni gjithashtu reduktim të rrudhave. Ndërkohë, mund të përgatisni një krem edhe për lëkurën e qafës, i cili përbëhet kryesisht nga vaji i ullirit, vazelina dhe vitamina E. Për këtë juve do t'ju duhen 10 ml vaj ulliri, 3 kapsula të vitaminës E dhe 3 gram vazelinë. Si ta përgatisni dhe ta përdorni ju këtë maskë? Vendoseni të gjithë përbërësit në një enë dhe më pas përzijeni mirë. Nxeheni enën dhe më pas lëreni që të ftohet. Më pas vendoseni të gjithë përbërësit në një enë tjetër. Aplikojeni kremin në qafë dhe në krahëror para se të shkoni në gjumë secilën natë dhe pas 2 muajsh, qafa dhe krahërori juaj do të jenë më të freskët dhe njëkohësisht më rinor.
Ndërkohë, me kalimin e viteve, rrudhat të cilat shfaqen në fytyrë janë një problem i vërtet për shumë njerëz, por për luftimin dhe parandalimin e tyre juve ju vjen në ndihmë një maskë natyrale e cila përgatitet shumë thjesht pasi ajo ka nevojë vetëm për mjaltë, vezë, kostë dhe njëkohësisht vaj ulliri. Në një enë ju duhet që të hidhni një lugë mjaltë, një të verdhë vezë, 2 lugë kostë dhe një lugë vaj ulliri. Përzijeni të gjithë këta përbërës derisa të përfitoni një masë kremoze. Më pas aplikojeni në fytyrë të cilën duhet ta keni larë më parë. Lëreni të veprojë për të paktën 30 minuta dhe më tej, shpëlajini fytyrën tuaj me ujë të vakët. Përdoreni atë 2 herë në javë. Një maskë e tillë do të bëjë që ju të shikoni rezultate vërtet mahnitëse. Rrudhat apo linjat e fytyrës janë treguesi i parë i plakjes së humbjes së vitalitetit të lëkurës. Ky mund të jetë një problem i madh tek gratë, por edhe tek burrat është një shqetësim. Mënyra e gabuar e jetesës, ushqimi që ne konsumojmë dhe geni gjithashtu është një faktor i madh ndikues. Megjithatë, në ditët e sotme, për shkak të ilaçeve të ndryshme dhe ushqimit organik, eliminimi dhe njëkohësisht parandalimi i tyre është edhe më i lehtë. Kjo recetë ju udhëzon se si ju të përgatisni një krem 100% natyral në kushte shtëpie. Maska me qumësht dhe me mjaltë. Juve për këtë do t'ju duhet një lugë gjelle mjaltë, gjysmë lugë gjelle qumësht organik të papërpunuar. Procedura: përzijeni mjaltin dhe qumshtin për të masazhuar të gjithë lëkurën tuaj. Aplikojeni atë më shumë tek zonat me më shumë rrudha. Prisni për 10 minuta dhe lajeni me ujë të vakët. Substancat të cilat ndodhen tek këta ingredient gjithashtu ndihmojnë në thithjen e lagështisë së lëkurës duke përmirësuar elasticitetin e saj. Kjo maskë gjithashtu eviton edhe shfaqjen e rrudhave. Ndërkohë, nga ana tjetër ju mund të përdorni edhe maskën me vaj të arrës së kokosit. Me këtë vaj ju mund të masazhoni zonën e rrudhave duke kryer lëvizje rrethore. Pas masazhit ju mund ta mbani vaj në lëkurë për gjatë gjithë natës. Kura duhet përsëritur çdo mbrëmje. Vaji arrës së kokosit i jep lëkurës tuaj një shkëlqim natyral dhe ai njëkohësisht zbeh rrudhat. Vitamina E. Kapsulat e vitaminës E ju mund t'i blini në farmaci dhe të përdorni disa prej tyre çdo mbrëmje. Vitamina në formë vajore duhet aplikuar pikërisht në zonën e rrudhave dhe duhet mbajtur për disa orë. Ky trajtim duhet bërë çdo mbrëmje. Vitamina E hidraton lëkurën, zbeh rrudhat dhe ushqen atë me antioksidant. Uthulla e mollës. Përzini një lugë gjelle me uthull molle dhe njëkohësisht një lugë gjelle me mjaltë. Aplikojeni maskën në lëkurë dhe në qafë dhe mbajeni për 15 deri në 20 minuta dhe shpëlajeni me ujë të vakët. Këtë maskë duhet ta bëni 2 herë në javë. Uthulla e mollës ruan ekuilibrin e pH-it ndërkohë që mjalti i jep fytyrës tuaj një shkëlqim rinor. E bardha e vezës. Rriheni të bardhën e një veze dhe vendoseni në lëkurë. Prisni sa të thajë dhe më pas shpëlajeni me ujë të vakët. Kjo maskë e përshtatshme për lëkurat me yndyrë duhet bërë 2 herë në javë. E bardha e vezës tendos lëkurën dhe zbeh rrudhat. Mirë po duhet të dini, informacionet në këtë video kanë për qëllim të plotësojnë dhe të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj dhe nuk kanë për qëllim të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose efektet negative. Informacionet në këtë video mund të mos i përshtaten rrethanave tuaja shëndetësore, prandaj para përdorimit konsultohuni me mjekun tuaj. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton.
Shpërndajeni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit!